Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala i cili na ka bërë musliman. Mëshira e Allahut qoftë mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekun dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Imam Nawawiu radhiyallahu anhu, pasi që na foli për mbi vdekjen, ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala, të pa diskutueshëm për çdo krijesë, pasi që na foli për vizitën e varreve dhe muslimani e ka të pëlqyeshme me i vizitu varret për me përkujtu ahiretin dhe vdekjen, sot insha Allahu Ta'ala Imam Nawawiu dën me na fol për fenomenin, për faktin se besimtari e ka të urryme, nuk e ka të lejume me a kërku vdekjen Allahut. O Allah, ma merr shpirtin, sidomos kur ballafaqohet me një problem prej problemeve të kësaj dynjaje, me një fatkeqësi prej fatkeqësive të kësaj dynjaje. Shumë njerëz, kur ju trashet harami, i hupin shpresat në këtë dynja, binë në depresion, në stres, dhe mendojnë se vdekja është kapaku dhe përfundimi i çdo gjaje. E thash kur u trashet harami, për shkak se çdo gjë kputet kur hollohet, harami kputet kur trashet. Mosi që i hupin shpresat, dhe hupja e shpresës nuk është vetë se armik i jetës, armik i punës, armik i suksesit, armik i vazhdimësisë në një punë, mendojnë se vdekja është përfundim. Në realitet, vdekja është vetë se një fillim i një jete të përjetshme. Mendojnë se vdekja është zgjidhje. Në realitet, vdekja është zgjedhje, jo zgjidhje. Zgjidhje për besimtarin kur ballafaqohet me një fatkeqësi, me një problem, qoftë ekonomik, qoftë familjar, qoftë smundje, zgjidhja është besimin Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë boshllëk që e krijon shpirti me mush me besim dhe mbështetjen Allahun subhanahu wa ta'ala. Për ne si besimtar, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka këshillu që jetën me shfrytzu, kohën e lirë me shfrytzu, shnedin me shfrytzu para smundjes, jetën para vdekjes, kohën e lirë para se më udhën. Me shfrytzu jetën, qoftë edhe një moment me shfrytzu me salavat mbi profetin Muhammed. Lëna mua me shfrytzu jetën në shërbim të festë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një moment me shfrytzu jena të urnum me salavat mi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pse? Një herë nëse bim salavat, 10 herë bjen salavat për mine Allahu subhanahu wa ta'ala. Disa sekonda nëse i shfrytëzojmë me salavat mi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, 10 sevape na i shkruan Allahu subhanahu wa ta'ala. Disa sekonda nëse i shfrytëzojmë dhe bim salavat mi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, 10 gjunahe na fshihen tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse i shfrytëzojmë disa sekonda dhe bim salavat një herë mi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, 10 gradë në rritet pozita jonë në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Disa sekonda nëse shfrytëzohen me punë të mira. Disa sekonda nëse shfrytëzohen me fjalën La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Çka në? Mundesh me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Lëna me i shërby gjithë jetën tënde fjalës La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. E keni dëgjuar të gjithë besoj hadithin e profetit Muhammed, kur ai zotni tregon një fragment prej fragmenteve të ditës së gjykimit, kur një person do të dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe libra që janë shënuar veprat e këqija, 99 libra. Gjithë secili libër sa kap shikimi i synit. Allahu subhanahu wa ta'ala për ta shpalos drejtinë e tij absolute, drejtësinë e tij absolute, a mohon gjë për këtyre librave? Jo, o Allah. Mos të kanë hinë hak me laiket kur t'i kanë shënu këta libra? Jo, o Allah.
A ke ndonjë arsyetim, ndonjë fjalë të mirë, ndonjë vepër? Jo, o Allah. Po si? Ke tek ne një flet, një kartë. Çka është e shënuar te? La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Shahadeti. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë, nuk ka krijues tjetër vetë se Allahut, nuk ka furnizues tjetër vetë se, nuk ka Zot tjetër poshtë Allahut subhanahu wa taala, dhe profeti Muhammed është i dërguari dhe robi i tij. Një herë më thanë ndoshta në jetën tënde, shfrytëzimi i një këtij momentit është sebeb me fitu xhenetin e Allahut. Lënë më me shfrytëzu gjithë jetën tënde me punë të hajrit dhe punë të mira. O Allah, po ç'vlerë ka kjo letër me 99 libra. Allahu subhanahu wa taala për ta shpalos drejtsinë e tij urdhnon për mu peshu. La yathqalu ma'a ismillahi shay, thot pejgamberi, me emrin e Zotit nuk peshon gjaran. Emri i Allahut është më i rëndë se sa çdo gjë tjetër. Dhe vjen e rënda fjala shahadeti. Pra nëse me shfrytëzu një moment besimtari mundet me fitu sevapin dhe shpërblimin dhe xhenetin e Allahut. Po sikur me shfrytëzu gjithë jetën e tij në shërbim të Allahut dhe të festa Allahut subhanahu wa taala. Duke u nisë nga kjo bindje e besimtarit, muslimani duhet me shfrytëzu jetën e tij dhe nuk duhet me amenu vdekjen. Duhet me shfrytëzu jetën e tij dhe nuk duhet me lyp Allahut, o Allah, ma merr shpirtin. Jo, lypi Allahut subhanahu wa taala punën e mirë, largimin nga harami, pendimin. Lypi Allahut subhanahu wa taala me të fal prej gjunaheve. Lypi prej Allahut subhanahu me të përpjek në punë të mira. Prej haditheve që i ka përmend Imam Nawawiu radhiyallahu anhu në këtë kapitull, la yatamanna ahadukumul mauta. Mos ta kërkojnë, mos ta shpresojnë dikush për ju vdekjen, sepse nësa është punë mirë, fala'allahu yazdadu khairan, ka mundësi që këtë mirë me e shtu. Dhe nësa është punë keq, jetën që ja fal Allahu ka mundësi që mu pendu dhe mu kthy tek Allahu subhanahu wa taala. Mos ta shpresojnë vdekjen, për shkak se nëse je punë mirë, jeta është mundësi për këtë të mira me i shtu. Dhe nëse je gjunahçar, jeta është mundësi, ata momente që ti fal Allahu subhanahu wa taala për jetës, ata vite ose ata ditë, është mundësi që mu pendu dhe mu kthy tek Allahu subhanahu wa taala. Një hadith tjetër që e ka përmend profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ka përmend Imam Nawawiu radhiyallahu anhu, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos e lypni, mos e shpresoni vdekjen dhe mos e bani dua Allahut për me lyp vdekjen para se më ardh e gjeli, për shkak se nëse vjen vdekja ju mbyllet mundësia për të punu punë të mira. Nuk keni ma mundësi për të punu punë të hajrit, për të fitu shpërblimin dhe knatësinë dhe dashnin e Allahut subhanahu wa taala. Thot ai Zotni sallallahu alaihi wasallam, innahu la yazidu al-mu'mina umruhu illa khayra. Jeta besimtarit nuk ja shton vetëm mundësinë për ta bënë një punë të mirë. Jeta nuk ja shton besimtarit vetëm mundësinë për ta bënë një punë të hajrit dhe punë të mirë. E keni një gjurë rastin kur dy persona prej të njëjtit fis hynë në Islam. Njëni prej tyre bjen dëshmor në rrugt të Zotit. Tjetri jeton edhe një vjet më gjatë. Mas një vjetet vdes i dyti. Talha ibn Ubaidillah shikon në ëndër se ky i dyti hyn xhenet para të parit. I habitun me njëherë sa zgjohet prej gjumit në sabah, shkon tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe e pyet: o i dërguari i Allahut, dy persona, njëri ka vdek para një vitit, njëri ka vdek këtë ditë. Ai që ka vdek para një vitit ka ra shahid në rrugën e Allahut, kurse ky ka vdekje normale të thjeshtë. Si është e mujtun, i kam pa në ëndër i dyti duke hyrë në xhenet para të parit. I thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: Elejse qad sama ba'dahu Ramadan, a nuk e ka agjeru gjatë këtij vitit Ramazanin që ai pari nuk e ka agjeru? A nuk ka fal sa e sa mire qate gjatë një vitit që ai pari nuk i ka fal? Mundësia, jeta që ja fali Allahu dhe shfrytëzimi i kësaj jete në punë të hajrit, ja bani të mujtun që me fitu xhenetin
para atij që kishte ra dëshmor para Allahut subhan, që kishte ra dëshmor para këtij të dytit. Në një transmetim tjetër, me të njëjtin kuptim, dy persona i vllazëron Allahu subhanahu wa taala me Islam. I vllazëron profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me anë të Islamit. Njëri vdes dhe bën dëshmor në rrugt të Zotit. Tjetri jeton edhe një javë, thot transmetuesi, ose disa ditë më shumë. Jeton edhe disa ditë. Masi që ja falin xhenazën të dytit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i pyet sahabët, çfarë thot në duan në xhenazën kur ja fal këtij vllaut musliman? Thanën sahabët, i ba me dua Allahut, Allahumma ghfir lahu wa alhiqhu bi sahibihi. O Allah, falja gjunahet dhe banja të mujtun me emrit shokun e tij. Shokun e tij i cili kishte ra dëshmor në rrugt të Zotit, banja të mujtun me emrit shokun e tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i pyet, por pyetja me atë rrek vretjen. Fa ayna salatuhu ba'da salatihi? Po ku është namazi i këtij dytit që ka fal më shumë se sa i pari? Ku është agjerimi i këtij dytit që ka agjeru më shumë se sa i pari? Një javë ka jetu më shumë, sa mund të ketë agjeru? 7 ditë më shumë ti, 2-3 ditë, një ditë, Allahu e di. Ku është agjerimi që ka agjeru më shumë se sa ky i pari? Vepra atij që ka bërë gjatë këtyre ditëve, më e shumë në krahasim me atë parin. Inna bainahuma, largësia mes këtyre dyve, kema bejnë as-samai wal ard, është sikur se largësia mes qiellit dhe tokës. Ata ditë që t'jep Allahu jetë më shumë se sa dikush tjetër, besimtari është i obliguar me i shfrytzu me punë të mira, është një mundësi për t'u afruar tek Allahu me punë të mira, ose përndryshe nëse jena gjunahçar, dhe jena realisht gjunahçar, me u pendu tek Allahu subhanahu wa taala për ata gjunahe që kena bërë. Nena duke folë se besimtari ka të urryme me përkujtu me e lyp vdekjen. Nuk po flasim për vetvrasjen, që është haram i pa diskutueshëm, dhe është fenomen i frikshëm në botën perëndimore. Si rezultat i bushllekut që kanë në shpirtrat e tyre. Shpirti pa iman, shpirti pa besim, shpirti pa shpresën në Allahun, shpirti pa mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala, nuk gjen rrugëzgjidhje tjetër veçse vdekjen. Përkundër shteteve islame, edhe pse ana ekonomike është më adopt, besimin Allahun subhanahu wa taala iman dhe i frenon mos me shku deri te ky proces fatal që po i shkatron. Ai që mendon për vdekjen dhe shpreson se vdekja është fundi i çdo gjëje, tregon personalitetin e dobët që ka, tregon besimin e dobët që ka, tregon faktin se është i padurueshëm në sprovat që ja çon Allahu subhanahu wa taala. Tregon se nuk beson në ahiret. Ai që beson në ahiret e din se vdekja mundet me kenë edhe më i rënd dënimi i ahiretit, më i rënd se sa dënimi i kësaj dynjaje. Ka qellu që një herë në kohën e profetit Muhammed ka vdek një gru. Aisha radhiyallahu anha i thot: o i dërguari i Allahut, ka vdek filanja, wastarahat, dhe është rahatu. Ka pakuj thojnë ka pak florini tash vdekja. Është rahatu, i ka thënë profetit Muhammed Aisha. Ai zotni është zemru. Edhe ka thënë innama yastarihu man ghufira lahu. Është rahatu ai që janë fal gjunahet, po atij që nuk janë fal gjunahet, nuk e dina është rahatu apo është munu apo është dënu. Është rahatu ai që janë fal gjunahet. Omeri, Abdullah ibn Umar e ka pa një person duke i lutur Allahut, o Allah, më merr shpirtin. I ka thënë mos kërko për Allahut me ta marr shpirtin, se herët avon ka për të ardhur. Meleku dhe ka për ta marr shpirtin. Po çka më lyp Allahut? Lypi Allahut falje për ata gjunahe që ki bë. Se falja e Allahut mundet me ta rahatu vdekjen. Mundet me ta rahatu shpirtin tënd kur takohesh me Allahun subhanahu wa taala. Është tregu prej gjenatave të para të muslimanëve, se kur kanë ardhur në momentet e fundit vdekjes kanë janë habit njerëzit, kanë menduar se po qajnë, se kanë frikë vdekjen, kanë pse po qani? Po qajmë se po shkputena prej veprave të mira. Po qajmë se s'kena mundësi me ju afru Allahut dhe me fitu dashnin e Allahut me punë të mira.
tregohet për një ulemave prej gjeneratave të para të muslimanëve, i ka thënë dikush, lum vdekja. I ka thënë mos thuj lum vdekja. Pse? Një moment në të cilin ti bën istighfar Allahut për gjunahet tuaja, një moment për jetës tënde. Jo krejt jeta, një moment për jetës që kërkon një herë falje për Allahut, është më e dashur se sa më ka një vjet i vdekun. Nuk është një atëherë që kërkon falje Allahut, një atëherë që i bën sejdë Allahut, një atëherë që bën një punë të hajrit, mundesh me fitu sevapin dhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Sa raste na ka treguar profeti Muhammed se dikush ka hek një pengesë për rrugët, një kjo pengesë, një ky fragment për jetës së tij e ka bë që Allahu më ia fal. Dikush i ka dhënë ujë qenit me pi, një ky fragment që ka shfrytzuar për jetës së tij ka qenë shkak dhe sebeb që Allahu subhanahu wa taala më e fal. E sa momente njeriu më e fol një fjalë të hajrit, më bën një punë të hajrit, më shfrytzuar jetën e tij për hajr, mundet që Allahu subhanahu wa taala më e fal dhe xhenetin e tij më e fitu. Imam Nawawi ka thënë është e urryme për besimtarin me lyp vdekjen me përjashtim. Ka përmend një përjashtim. Besimtari e ka të lejuar me e lyp vdekjen në momentin kur sprovohet në fenë e tij. Në dynjan e tij, besimtari duhet më tregu i durueshëm dhe me mbështet Allahut subhanahu wa taala dhe me ballafaqu sprovat, dallgët e jetës me besim dhe me punë të mira dhe me pendim. Kurse nëse bëhet në pyetje, nëse është në pyetje sprova në fenë e tij, vdekja për besimtarin është më mirë se sa sprova në fe. Ka përmend Kur'ani famlart shembullin e magjistarëve të Firaunit kur u takuan me Hazreti Musan. Dhe kur pan madhështinë e Allahut subhanahu wa taala dhe vërtetësinë e pejgamberdhekut të Hazreti Musas, e lanën magjin dhe Firaunin dhe i besunën Hazreti Musait dhe Allahut subhanahu wa taala. Firauni i kërcënoi, nëse nuk ktheheni në besimin tuaj, do t'ju soptoj, do t'ju eliminoj, do t'ju vras. I lypen Allahut subhanahu wa taala vdekjen. Rabbana afrigh alejna sabra, o Allah, na dhuroni durim, wa tawaffana muslimin, dhe na merr shpirtin si besimtar. I lypen dhe kërkunen prej Allahut subhanahu wa taala me marr vdekjen si besimtar. Maryemja, një shembull tjetër që e ka përmend Kur'ani në surën Maryam, ajeti 23. Maryemja përmendet rasti ku Allahu subhanahu wa taala cakton për me lind Hazreti Isan. Maryemja çka thot? E lyp dhe kërkon vdekjen. Ja lejteni mittu qabla hadha, sikur të kisha vdek para kësaj gjendje. E lyp vdekjen, pse? Prej sprovës që e sprovoi Allahu subhanahu wa taala se do ta kishin akuzu në fenë e saj, në nërshmërinë e saj, në besimin e saj, në familjen e saj. Nga kjo sprovë, sikur të kisha vdek. E lypi vdekjen prej Allahut subhanahu wa taala. Tregohet për Aliun radhiyallahu anhu. Dhe ishin prej popujve paranesh, prej njerëzve para Islamit, para profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam tregohet rasti i Hazreti Aliut. Ebu Bekri 2 vite khalife, Omeri 10 vjet khalife, Osmani 12 vjet khalife, Aliu 5-6 vjet khalife i muslimanëve. Omerin e kanë vra, Osmanin përsëri e kanë vra, Aliun fitne, sprova të mëdha. Dikush e quajte si Zot, dikush e quajte i thote se i qafir, dikush i thote se i khalifja i drejt i muslimanëve. Sprova të mëdha në fenë e tij. I lypi Allahut subhanahu wa taala në fund jetës së tij, o Allah, ma merr shpirtin. Imam Buhariu radhiyallahu anhu, prej imamëve të mëdhej, i vdekur në vitin 256 Hijri. Në fund e jetës së tij ka kalu disa sprova, saqë Allah është përzan prej vendit të tij. Por mendoni, imam prej imamëve të mëdhej, imam prej imamëve të mëdhej e ka sprovu Allahu subhanahu wa taala. Në fund të jetës së tij, o Allah, ma merr shpirtin. Lejohet kur besimtari sprovohet në fenë e tij me kërku Allahut subhanahu wa taala, o Allah, mruj prej sprovave, më mirë më merr shpirtin se sa më u sprovu. Ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njeriu i urren dy fenomene, vdekjen dhe pasurinë e pakt. E urren vdekjen, wal mautu khairun lil mu'mini min al fitne,
Mirë po vdekja është ma mirë se sa fitnja, se sa sprova në fe. E urren njeriu pasoninë e pakt, mirë pa pasonia e pakt është ma e lehtë me dhënë llogari para Allahut subhanahu wa taala. Fitnja është ma rëndë se sa vdekja, ose vdekja është ma mirë për besimtarin se sa sprova dhe fitnja në fe. Prej duave që i ka bërë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'la al-khairat, o Allah më përpjek mu në punë të mira. Wa as'aluka tarka al-munkarat, o Allah më ruaj mu prej punëve të këqija. Wa as'aluka hubba al-masakin, o Allah mi bën mu të dashur njerëzit e varfër. Wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ghayra maftun, o Allah nëse den me isprovu robrit tuaj, ma merr shpirtin mu pas prova. O Allah ma merr shpirtin mu pas prova. Ky është prej haditheve, siç ishte edhe hadithi para tij, prej argumenteve që vërtetojnë faktin se besimtari ma mirë i lyp Allahut, o Allah ma merr shpirtin se sa mu sprovu në fejën e tij, sepse sprovat në fe mundet me kenë aq të rrezikshme sa që dhe me dal prej fejet. Sprovat në fe mundet me kenë aq të rrezikshme sa që dhe me deviju dhe me vdek si i devijum dhe me hub mirësit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Një hadith tjetër, në këtë kapitull Imam Newaviu ka përmend 3 hadithe, të gjitha me kuptim për afërt. Hadithi i parë ku thotë profeti Muhammed mos ta lypin dikush për vdekjen, nëse ka kënë punë mirë, jeta është shkak që mi shtu punë të mira, e nëse është gjunahçar, jeta është shkak që mu pendu tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Një hadith tjetër që e ka përmend Imam Newaviu është, ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos ta lypin dikush për vdekjen. E nëse s'ka rrugë zgjidhje dhe mendon se vetëm vdekja është zgjidhje për te, me pështu prej sprovave, atëherë le të thojnë: Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li, o Allah, më jep jetë nëse jeta është hajër për mu. Wa tawaffani, o Allah, më merr shpirtin mu nëse vdekja është hajër për mu. Prep, nuk e ka lyp vdekjen direkt, o Allah, më jep jetë nëse jeta është hajër për mu. Edhe më merr shpirtin nëse mendon dhe gjykon se vdekja është më hajër për mu se sa jeta. Kjo është ajo dua e urtë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për besimtarin nëse ballafaqohet me sprova në dynja, mos ta kërkojnë vdekjen. Për besimtarin është e urryme me shku mendja te vdekja, lënë më me shku në vetvrasje. Nuk ka asnjë diskutim që është haram. Me shku mendja është e ndaluar. Por nëse i mërzitën dhe i shqetësuar prej sprovave të kësaj dynjaje, o Allah, nëse është hajër për mua jeta, më jep jetë. Dhe më udhëzon punë të mira, dhe më largon nga të këqijat, dhe më përpjek në pendim. E nëse është hajër për mua vdekja, atëherë më merr jetën dhe më merr shpirtin si besimtar. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që prej sprovave të fesë me na largu. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që prej sprovave të dynjas me na forcu, besimin me na ashtu. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që në punë të mira me na përpjek dhe me na udhëzu. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që gjunahet tona me na i falë dhe me na i paksu. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që zemrat e muslimanëve me i bashku. Allahu i shpërblet për pjesëmarrjen. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.